Nderuara zonja, zotrinj antar të kryesisë, siç jemi njoftuar, mbledhja e kryesisë sot ka një rendite të ngjeshur, aksioni opozitar, protesta e datës 22 mars, ditën e fitores demokracisë, do të jetë çështja kryesore e kësaj mbledhje dhe angazhimi ynë rreth kësaj proteste. Pikë e dytë e renditës, siç është njoftuar, do të jetë vendimarrja rreth çeljes përsheseve zgjedhore në një pjesë të degëve të partisë në rrethet që nuk janë nënshtruar deri tani përshësit zgjedhor. Statuti ka afate dhe sipas afateve statuore do të futen në përshës zgjedhor të gjitha degët. Pikë e tretë e renditës është miratimi i datës së kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike dhe datës që do të referendumit për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike. Bashkë me këto pika të renditës është edhe ngritja e grupit punës për rishikimet në statut, sigurisht edhe grupi punës që do të ketë bëjë me procesin e digitalizimit të Partisë Demokratike. Për më gjatë, fjalën e ka kryetari i partisë, profesor doktor Sali Berisha. Mirëdita. Të nderuar antarë dhe antar të kryesisë Partisë Demokratike. Kjo mbledhje thirret në një moment jashtëzakonisht të veçantë për vendin. Në një moment në të cilin Edi Rama pas një përpjekje të jashtëzakonshme të opozitës, por e vërteta është edhe të partnerëve ndërkombëtar dhe institucioneve ndërkombëtare për zbatimin, funksionimin e shtetit ligjor, zbatimin e ligjit dhe të kushtetutës, Edi Rama haptas hoqi çdo mask, hodhi poshtë një përpjekje të madhe për të ndihmuar Shqipërinë dhe votoi në parlament murin, mburojnë e korrupsionit të tij, të vjedhjeve të tij dhe përfshiu ose nën pretekst zëvendës kryeministrin Lubi Ballu. Ky akt i shëmtuar dhe i pa shembull ndonjëherë në historinë e Europës pas rënies perdes hekut, është dëshmi flagrante e inkriminimit të tij direkt në megafera korruptive. Është dëshmi flagrante se Edi Rama nuk pranon të hetohet, të gjykohet për vjedhjet e tij monstruoze. Sot në Shqipëri, por dhe jashtë vendit, fatmirësisht, nuk ka njeri që nuk e din më
se Lubia është thjesht sekretarja, noterja e Edi Ramës. Dhe se çdo gjë, apo se në thelb të gjithë shkallës qëndron vetë vërmëtaria e tij kriminale. Në këtë përplasje të fuqishme, të pa precedent, tërmujore, viktima absolute ishte pa diskutim institucioni i akuzës, ishte prokuroria speciale dhe gjykata, për të cilat kryegjykatës dhe kryeprokuror pas votimit në parlament do të jetë vetëm Edi Rama. Me vendimin e parlamentit për të mbyllur mundësinë e hetimit pa imunitet, institucioni i akuzës apo tentativat e tij për të funksionuar mbi bazën e ligjit jashtë kontrollit ekzekutiv marrin një goditje fatale, asgjësuese, përfundimtare. Pra, në vend që Lubi Balluku dhe bashkëpunëtorët e saj, se në fakt nuk është ajo që ka ngrënë dardha pas shpinës Ramës, por është Rama që ka ngrënë dardha. Pra, me votimin në parlament, mesazhi është shumë i qartë, se ju nuk do mund të ushtroni kërkesat ligjshme ndaj asnjë personi të lidhur me Edi Ramën pa aprovimin paraprak nga Edi Rama. Që ju për të funksionuar detyrimisht do të merrni aprovimin, për ndryshe u presin 83 mandatet e krimit të gatshëm për të rrëzuar çdo kërkesë të tyre. Edi Rama ndërmori këtë veprim një aktin ekstremis për të shpëtuar lëkurën e tij. Por viktim tjetër madhore, në qoftë se Spaku ishte viktim direkte, viktim tjetër madhore e këtij akti është çdo qytetar shqiptar. I cili ka për aspirat integrimin e tij në Bashkimin Evropian.